Çaret dhe shembet e rrugës në qarkun e Korçës duket se nuk kanë të sosur, përveç se gjithë juglindja e vendit është paralizuar, tashmë edhe brenda qarkut ka probleme me shembjen e rrugëve, që kanë pak vite që janë inauguruar. Të martë është çar në kilometrin e 9.5, rruga Bobo-Shtic-Dardh dhe lëvizja kufizohet vetëm në një korsi. Autoriteti rrugor ka shkuar në teren për të vlerësuar gjendjen, ndërsa po shqyrtohen masa për stabilizimin e segmentit. Në zonë është vendosur sinjalistik kufizuese për të garantuar sigurinë e qarkullimit. Ky aks me gjatësi 13.6 kilometra që lidh fshatin Bobo-Shtic me fshatin turistik të Dardhës përbën një nga nyjet më të rëndësishme rrugore për zonën e Korçës, sidomos gjatë sezonit turistik dhe në periudhën e dimrit ku fluksi mjeteve rritet ndjeshëm. Rreth 5 vite më parë në këtë segment u realizua një riveshje me asfalt si pjesë e një investimi të financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me synim për mirësimin e kushteve të qarkullimit dhe rritjen e standardeve të sigurisë rrugore. Ndërhyrja konsistoi në sistemimin e shtresave asfaltike për gjithë gjatësisë së aksit, duke synuar të bënte rrugën më të qëndrueshme ndaj kushteve atmosferike dhe amortizimit. Megjithatë, kjo situatë tregon se cilësia e punimeve ka qenë e dobët dhe ka sërish nevojë për ndërhyrje. Segmenti Bobo-Shtic-Dardh mbetet një nga rrugët jetike për zhvillimin turistik të Dardhës dhe për ekonomi lokale. Kjo problematik vjen në një moment ku rrugët në Shqipëri kanë sjellë situatë kaotike për qarkullimin e të gjitha mjeteve, duke paralizuar qarkullimin në qarkun juglindor.